Faleminderit, të nderuar profesor, akademik, klinicist, koleg, të dashur miq që jeni sot pjesëmarrës në konferencë që unë konsideroj shumë të rëndësishme. Është një privilegj për mua që të kem mundësi t'ju përshëndes pikërisht në këtë diskutim që do bëhet për dhimbjen kronike, terapinë e saj, në këtë takim shkencor që tregon një bashkëpunim kombëtar dhe ndërkombëtar, pikërisht midis specialistëve shqiptar dhe kolegëve tanë të huaj. Dhimbja është një nga përvojat më të thella dhe më universale të qenies njerëzore. Ajo është një sinjal biologjik i domosdoshëm për mbijetesën, po të njëjtën kohë një fenomen jashtëzakonisht kompleks që përfshin dimensione neurobiologjike, psikologjike dhe sociale. Për shumë pacient dhimbja nuk është vetëm një episod kalimtar, por një realitet i përditshëm që prek cilësinë e jetës, aftësinë për të punuar, marrëdhëniet familjare dhe mirëqenien, si gjithashtu dhe anën psikologjike. Pikërisht në këtë mënyrë, terapia e dhimbjes ka evoluar në një fushë që kërkon jo vetëm ekspertizë klinike, por të një qasje dhe integrim multidisiplinar. Në dekadat e fundit, progresi i shkencës ka transformuar ndjeshëm mënyrën si e kuptojmë dhimbjen. Zbulimet në neuroshkencë kanë treguar që dhimbja nuk është një proces linear i thjeshtë, por një rezultat i ndërveprime komplekse midis receptorëve periferik, rrugëve nervore qendrore dhe mekanizmave të modulimit në nivelin e sistemit nervor qendror. Konceptet e sensibilizimit qendror, neoplasticiteti dhe modulimit të dhimbjes kanë hapur perspektiva të reja në kuptimin e dhimbjes kronike dhe për zhvillimin e strategjive terapeutike më të sofistikuara. Në këtë kuadër, terapia e dhimbjes është ndruar në një disiplinë ku ndërthuren kontributet e shumë specialiteteve, nga mjekësia klinike, farmakologjia, neurologjia, padyshim anestezia, rehabilitimi dhe psikologjia. Ky bashkëpunim multidisiplinar është të thelbësor, sepse dhimbja veçanërisht ajo kronike është një fenomen që nuk mund të trajtohet në mënyrë efektive vetëm përmes një perspektive të vetme. Progresi teknologjik dhe shkencor ka sjellë në dispozicionin tonë një gamë gjithënjëse më të madhe metodash terapeutike, nga terapitë farmakologjike të avancuara, në terapitë ndërhyrjes dhe metodat e neuromodulimit, dhe të programet rehabilituese dhe qasjet psikologjike. Mjekësia moderne por zhvillon gjithmonë dhe më shumë strategji të personalizuara për menaxhimin e dhimbjes. Megjithatë, pavarësisht i procesit të jashtëzakonshëm, dhimbja kronike mbetet një nga sfidat më të mëdha të shëndetit publik në nivel global. Ajo prek miliona njerëz dhe ka një ndikim të konsiderueshëm jo vetëm në jetën individuale të pacientëve, por edhe në sistemet shëndetësore dhe ekonomike të vendeve tona. Kjo na kujton se trajtimi i dhimbjes nuk është vetëm një çështje klinike apo shkencore. Ai është një detyrim moral dhe profesional për komunitetin tonë mjekësor. Në këtë kontekst, roli i kërkimit shkencor dhe i bashkëpunimit ndërkombëtar bëhet thelbësor. Vetëm përmes shkëmbimit njohurive, analizës kritike të përvojës klinike dhe zhvillimit të projekteve të përbashkëta kërkimore, mund të avancojmë më tej në këtë fushë. Konferencat ndërkombëtare, si kjo sotme që po zhvillojmë së bashku, janë pikërisht hapësira ku lindin ide të reja, ku diskutohen sfidat aktuale dhe ku krijohen bashkëpunime që shpesh çojnë në zhvillime të rëndësishme shkencore. Ato janë gjithashtu një kujtesë e fuqishme se shkenca është një përpjekje kolektive dhe se progresi në mjekësi arrihet përmes dialogut të hapur, bashkëpunimit dhe ndarjes së përvojës. Jam i bindur se gjatë kësaj konference do të kemi mundësi të dëgjojmë prezantime të rëndësishme shkencore, të diskutojmë mbi qasjet më të avancuara terapeutike dhe të reflektojmë mbi drejtimet e ardhshme të kërkimit në terapinë e dhimbjes. Në fund të fundit, në qendër të gjitha përpjekjeve tona, qëndron pacienti. Përtej teorive, teknologjive dhe metodave terapeutike, misioni ynë i përbashkët është të reduktojmë vuajtjen njerëzore dhe të përmirësojmë cilësinë e jetës së pacientëve tanë. Në përfundim dëshiroj të shpreh një njohje intime për organizatorët e kësaj konference, për vizionin dhe përkushtimin e tyre në realizimin e këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm shkencor. Falenderoj gjithashtu të gjithë referuesit dhe pjesëmarrësit ndërkombëtar që me prezencën dhe kontributin e tyre po pasurojnë këtë forum akademik dhe shkencor. Jam i bindur se kjo konferencë
do të shërbejë jo vetëm si një hapësirë shkëmbimi shkencore, por dhe si një moment reflektimi dhe frymëzimi për të gjithë ata që punojnë në këtë fushë. Ju uroj të gjithëve një konferencë suksesshme, diskutime të frutshme shkencore, bashkëpunim të mëtejshëm në këtë fushë kaq të rëndësishme, mjekësore, klinike, sociale, ekonomike për të gjithë shoqërinë njerëzore. Faleminderit.